Policia kufitare ka zbuluar 3 armë zjarri dhe fishek luftarak në një automjet në portin e Durrësit. Armët u gjetën në një automjet tip Land Rover që ndodhi i mbyllur në sheshin e kontinjerëve në port që prej dhjetorit të vitit 2022, pasi dërguesi nuk ishte paraqitur për të kryer veprimet doganore. Automjeti Land Rover Transit doganor nga Kosova për në Shqipëri me destinacion përfundimtar Republikën Demokratike të Kongos ka hyrë në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet pikës së kalimit kufitar Morin me 20 dhjetor të vitit 2020. Kontinjeri ku ndodhej automjeti ishte mbyllur në sheshin e kontinjerëve në portin e Durrësit që prej dhjetorit të vitit 2022, pasi dërguesi nuk ishte paraqitur për të kryer veprimet doganore dhe më datë 4 qershor 2025. Autoriteti i degës së doganës Durrës vendosi kryerjen e procedurës së hapjes dhe kontrollit të këtij kontinjeri. Gjatë kontrollit fizik të ushtruar në automjetin Land Rover, shërbimet e policisë konstatuan në brendësi të automjetit dhe një hapësirë të përshtatur 2 armë zjarri automatike, një armë zjarri pistolet, 1580 fishek luftarak të kalibrave të ndryshëm dhe 12 krejra fishekësh për armë automatike dhe pistolet. Konkretisht u shpall në kërkim shtetasi kosovar një 24 vjeçar dhe vijon puna në bashkëpunim me policinë e Kosovës për lokalizimin dhe kapjen e tij. Armët e zjarrit do dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore për t'u nënshtruar ekzaminimeve teknike, balistike dhe daktiloskopike, për të parë nëse janë përdorur në ndonjë ngjarje kriminale të mëparshme.